Vasil, tani do të shojmë të Argentinën kundër Anglisë, apo jo? Pra janë street fighter, se unë kështu i shuja të Argentina, si street fighter, si djem rrugë, pra që kanë lujtë gjithë jetën në për rrugë, kundër këtyre kur shojmë atë Bellingham, Harry Kane, si kur kanë dhënë nga Oxfordi ata anglezët, tani kush do fitoj në fund? Çunat e mira apo çunat e këqij, Vasil? Shiko, po ta bën universitetin në Vlorë, ata Argentinës, ata të ri, asnjëri s'do ta mirë të masteri. Profesor Vasili, do na i thosh anekdotën e ditës së ikim? Qa do të them? Aja, thuaj një se këtë madhe ti. Kene një për botrorin? Me futbolin, e kene një? E them qik, po është qik vulgare dhe nuk e di, do të paranoni po jo. Si bje da? Me pip, si bje? Me pip jo, nuk ka në i fjallë kësho. I tha një grua, i tha një burë, më kellëm pa gjumë, i tha. Po? Jo. Ke fjetë do njerë me mua, i tha. Po pa tjetër, i tha, kam fjetë, po me burat e tjerë, të tjere s'më kanë lënë të flë. Edhe kuj botëror s'na ka lënë të flëm gjatë gjithë kohës. Vasil Rusi, madhi. Të përshëndeset për qafoj për gjithë informacionet dhe për humorin elegant që gjithë një i jep në studio. Vasil Rusi. Për mua, lojtari më i nënvlerësuar shqiptari gjithë kohërave. Sepse dhe për arsye biografie në kombëtare nuk e kanë thirrë pothuajse fare ndeshje, po nga viti 85 deri 89, mendoj pa e dashur të fyej të tjerët, ka qenë sulmuesi më i mirë i futbollit shqiptar. Nuk shoh askënd më i mirë se ai. Agustin Kola, jo, nuk besoj ka qenë më i mirë, Dhisheu, jo. Vasili ka qenë shumë i kompletuar si lojtar, por biografia, një dajo më duket me ballin, histori të kësaj natyre atëre, jo, sigurisht ishin histori të rëndësishme ato. Fati që lanë të flamurtare, për shkakun që nuk e morën. Flamurit pra. Vetëm që nuk e morën. Si kushta e morën te Partizani, lidhej te Dinamo, Mirë, shikojmë